Jörn Rohde dha kontribut të madh të premten që ekipi i tij të mos pësoj humbje. Ambasadori Gjerman me detyrë në Kosovë u vu në krye të ekipit të përbërë nga kolegët e tij të stafit, por edhe nga ambasadat e Austrisë dhe Zvicrës në përballje me këta futbollistë të rinj kosovar. Por nga kjo ndeshje miqësore dedikuar ditëve të gjuhës gjermane, e dha një porosi për klasën politike kosovare. Sidomos lëvizjes vetëvendosje që në 16 seanca insistoi pas sukses në zgjedhjen e Albulena Haxhiut për kryetare të kuvendit. Unë jam këtu në një fushë futbolli dhe një ndeshje zgjat 90 minuta. Nëse gjatë lojës nuk arrihet rezultati dëshiruar, ndonjëherë duhet ndryshuar përbërja e ekipit. E nëse kjo ndodh, Rohde thot se ndërrohet edhe qasja në kërkim të rezultatit fitues. Kësaj mund t'i themi përgjithësi dhe veprim konkret. Që nga 15 prilli, çdo të dytën ditë, deputetët janë mbledhur për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit, por asnjëherë Haxhiu nuk i ka marrë as votat e krejt deputetëve në të cilët ka llogaritur lëvizja vetëvendosje. 55 deputet kanë votuar për, 1 ka qenë kundër, abstenime nuk ka. Kjo derisa vazhdimisht është kërkuar që partia fituese të propozojë dikë tjetër. Saranda Bogujevci ose Shqipe Selimi i votoi. Edhe Aleonca i voton. E për zgjidhjen e gjithë këtij ngërçi, tash po angazhohet edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani, e cila i mblodhi përfaqësuesit e partive politike. Ekziston një disponim minimal, i cili jam e bindur që do të rritet me kalimin e kohës. Të shtunën, kuvendi mblidhet në seancën e 17, mbetet të shihet a do të dalë Haxhiu nga loja.